milion është grabitur qytetarëve të Kosovës, sepse ajo pasuri nuk ju ka ardhur nga qielli. Jemi në pjesën e fundit. A mund të ketë qeveri të ish partive opozitare? Apo jo, a është një gatishmëri, ndonse që të gjithë thonë që duan zgjedhje të reja? E dëgjova me vëmendje mbrëm, për shembull, një nënkryetare të Lidhjes Demokratike në një intervistë në një televizionin ku punoj vetë. Në Dukaxhin, Debat Plus, se në asnjë mënyrë ata nuk janë gatshëm që të jenë pjesë e asnjë qeverie. Pra, automatikisht përjashtohet një mundësi e tillë. Dhe në këtë rast mbetet thjesht zgjidhje, mbeten zgjedhjet. A i bje që ish partitë opozitare nuk po i friksohen në zgjedhjeve. Duan që të kenë rezultat më të mirë për t'i pamundsuar zotit Kurti. Jo, kolegi i dashur, unë kam një përshtypje tjetër. Ata janë në hall se si ta menaxhojnë humbjen, sepse e kanë shumë qartë se do t'jenë humbës. Madje mundësitë reale janë që do t'jenë humbës edhe më keq se me nënë shkurt. Por çështja e menaxhimit të humbjes i preokupon jashtëzakonisht shumë. Prandaj paraqiten jashtëzakonisht shpërthyes, madje me urrëtie deri patologjike kundër personit Albin Kurtit dhe me kualifikime që nuk do duhet i bënin në ambientet publike, sepse na dëgjojnë që gjithë dhe në këtë kuadër ne cënojmë edhe etikën dhe moralin edhe publik. Pra, thoni që zgjedhjet e reja do t'i konvenojnë vetëvendosjes. Zgjedhjet e reja i konvenojnë paragjithasht qytetarëve, sepse tashmë e kanë qartë se kemi të bëjmë me dy bloqe. Dhe vota për AK-n është votë edhe për LDK-n, dhe e kundërta. Vota për PDK-n është edhe për LDK-n. Kështu që mos t'i shikojnë akronimet, çdo gjë është e qartë, një blok politik, i kësaj opozite, kanë drejt ta bëjnë blokun, e mira do t'ishte që ta kishin një akronim që mos lodhen qytetarët shumë, por e kanë përcaktuar këtë strategji. Urdhro? Sot gjatë ditës, në qendrën të ri, zotit Limaj. E pash e dëgjova, lexova, po mendoj. Bëhemi bashkë kundër Kurtit. Po, dhe praktikisht ata janë bërë bashkë. Gjithë janë bërë bashkë? Po. Për ta mposhtër zotin Kurti? Problemi është thjesht lëvizja vetëvendosjes, sepse është modeli qeverisjes tjetër, nga ai modeli vjetër. Dhe ky model nuk e solli qeverinë e re. Dy modeleve. Ky model i ri nuk e solli qeverinë e re. Ndonse kishte 48 deputet. Çka ndryshon me zgjedhjet e reja? Nuk do të harruar që janë bërë mbi 20.000 keqpërdorime sa i përket votës së mërgjimtarëve tanë dhe nuk janë trajtuar nga Gjykata Supreme fare. Kjo flet që kjo është edhe arsyeja pse i frigohen prezencës së mërgatës sonë këtu. Dhe nuk i trajtojnë si qytetarë të Republikës, po i trajtojnë si arka fiskale. Këto zgjedhje të fundit lokale pati në rundën e parë pati me pak vota. Nga mërgata vetëvendosi. Në zgjedhjet lokale gjithandej numri votave është gjithmonë më i vogël, sepse një pjesë e madhe e qytetarëve nuk e kanë hallin e zgjedhjeve tona lokale këtu. Që është e vërteta për zgjedhjet nacionale është interesimi më madh edhe për një arsye shtesë, sepse ata janë të interesuar që Republika jonë të jetë funksionale, në raport me Serbinë të jetë e aftë, të mbrojë dhe të siguroj integritetin territorial dhe sovranitetin, të jetë një lloj garance se ata mund të sjellin investimet këtu, siç edhe po bëjnë një pjesë e mirë e tyre, dhe natyrisht interesimi i tyre është më shumë për tema nacionale. Zgjedhjet e reja, kurdo që mbahen ato, zotëra Mabaja, po thoni, po insistoni që mund të mbahen në dhjetor. A më shumë, a me pak, sa me nëntë shkurt? E qartë. Nuk e kam parasysh ligjin, a është tash 40 ditë apo 45 ditë. 40 ditë. Sipas ligjit të ri. Dhe që i gjaset i bien në dhjetor. Në dhjetor, patjetër. Dhe vetëvendosje me pak apo më shumë. Sepse me nëntë shkurt për ato zgjedhje thonin që do të fitojnë sërish 51% të votave, por nuk doli. Mendoj kësaj radhe se shkon më shumë se 51%. Dhe po, patjetër, sepse është bërë qartë, siç e thash, kjo çështje e blloqeve, dhe është evidentuar që politikat që ka udhëhequr qeveria e Republikës Kosovës në krye me zotin Kurti kanë prodhuar efekte pozitive spaku në 3 shtylla. Në çështjen e sigurisë, sovranitetit, në çështjen e drejtësisë sociale dhe në çështjen e luftimit korrupsionit
që nuk është evidentuar deri në fund vënies së drejtësisë në vend dhe korrupsionit. Tashmë Çështja e buxhetit, nëse smiratohet buxheti, vendi mund të hyjë në kolaps financiar. Jo, nuk